Argumenti kundër asociimit të pakicës serbe në Kosovë është në fakt shumë i thjeshtë. Një asociim i tillë, ashtu siç kërkohet nga ata, thjesht mund të minojë sovranitetin e shtetit të Kosovës dhe mund të ketë hapësira për lëvizje paramilitare dhe për lëvizje separatiste të këtyre komunave. Kjo gjë nuk është risi, kjo gjë nuk vjen as nga paranoja as ndonjë gjë tjetër, kjo është diçka që ka ndodhur në Bosnjë me Republika Srpska. Dhe normalisht në Kosovë nuk duhet ndodhi një gjë, sepse e para nuk kanë të njëjtën popullsi serbe që ka Bosnja, por e dyta sepse është parë se çfarë gabimi është në Bosnjë dhe nuk ka nevojë që edhe kosovarët të mësojnë nga gabimet e tyre, mund të mësojnë nga gabimet e të tjerëve këtë herë. Kështu që prandaj asociimi është një ide e gabuar për çdo lloj shqiptari që në fakt e shikon çështjen ashtu siç është. Por edhe në qoftë në fakt do t'i shohim të gjitha komunat serbe ose pakicat serbe ku ata janë të vendosura, çdo gjë është e bërë në një lloj mënyre që është jashtëzakonisht shumë e vështirë të pretendosh që nuk është konspirim, sepse brenda këtyre territoreve përfshihet liçeni i Ujmanit, minera e Trepçës, minerat e Kishnicës, minerat e Artanës, bajat e Kollodit dhe Brezovica. Pra, të gjitha këto lloj territori që kërkojnë autonomi edhe ekonomike, jo vetëm vendimarrje shëndetësore etj. Por është thjesht do të jetë një mini shtet brenda shteti, siç është situata në Bosnjë. Atëherë kjo duket qartë azi që është një lojë e menduar mirë dhe e hartuar në mënyrë perfekte nga Beogradi për të përfituar atë çka ata duan. Edhe njësoj siç është në Bosnjë, jo se kanë rëndësi më të madhe, por është shpërndar, është brenda në mes të hartës gjeografikisht, gjeometrikisht flasim. Është në jug, është në veri, është edhe në mes. Domethënë që çfarë lloj gjëje që mund të ndodhi duke pasur ata autonominë, nëse ata janë të gatshëm të eskalojnë gjendjen në Ballkan, atëherë do të kenë jashtëzakonisht shumë të thjeshtë që të përçajnë vendin në mënyra nga më të ndryshme. Prandaj nuk mund të ketë asociim. Ne jetojmë në një periudhë ku shtete shumë më të mëdha dhe që kanë hyrë në Europë, kanë dalë nga Europa shumë herë përpara se ne, siç është Greqia, që ka hyrë shumë shpejt në Europë, nuk i njeh akoma minoritetet sot e kësaj dite dhe nuk ka asnjë lloj presioni. Kosova tashmë i ka njohur, Kosova ka pranuar shumë gjëra. Kosova ka pranuar me demarkacion për kishat e të tjerë, kështu që nuk është më tregti. Nuk mund të bëhen pazare, më jep këto të jap atë, plus çdo gjë ka radhën e vet. Asociacioni si ideal për të bërë mund ndodhi vetëm nëse ti e njeh korpusin e shtetit. Se asociacioni i pakicave serbe ku do jenë, sepse Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet. Atëherë ku do asociohen ta? Që do të thotë nuk bën sens që asnjëri nga ne të mendojë po të bëjmë asociimin do na njohim pavarësinë. Jo, asociimi e para për mendimin tim nuk duhet bëhet hiç fare. Ata janë kosovar, se nuk është se u quajt Shqipëria e dytë dhe nuk janë shqiptar. Ajo është quajtur Kosovë dhe Kosova është ngritur në bazën e 6 popullatave që janë atje. Pavarësisht se ato 5 të tjerat janë shpërfillëse, po gjithsesi. Ashtu është ligji, e pranuam ose ata e pranuan edhe duhet ta respektojnë. Dhe kjo është më se mjaftueshme, asnjëri nuk ka asnjë lloj negativiteti që nuk është shqiptar apo jo. Komunat serbe kanë përfituar dhe licitete dhe ujë pa pagese dhe gjitha tjera që kanë qenë marrëveshje për mendimin tim idiote, por janë respektuar deri diku. Dhe tani kur ka ardhur koha që në fakt çdo gjë të marrë udhën e vet, të sillen ata si qytetarë të denjë të një shteti kosovar apo çfarë lloj shteti tjetër, siç bëjnë kur vjen në Gjermani, siç bëjnë kur shkojnë në Zvicër etj, kudo emigrojnë, edhe kudo jetojnë, të paguajnë taksa, elektricitet, ujë etj. Atëherë këta që kanë të indinjuar. Një lloj fryme e tillë nuk mund të tolerohet. Ne po na marrin për budallënj që gjithkohës. Edhe fakti që ne justifikojmë veten dhe justifikojmë ata apo se është e vështirë dhe për ata, jo po lufta, jo po tëra, është e papranueshme. Është e papranueshme. Kështu që asociimi është një temë për çdo shqiptar që di pak. Për çdo person që ka mësuar pak nga historia, është një temë që nuk ka nevojë të debatohet më. Është e mbyllur,
edhe do të çojë vetëm në shkatërim të të gjithë idealit kosovar.